Është hyrë sërish seanca paraprake për dosjen e Erion Veliajt në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku pritej të vendosur për kalimin ose jo për gjykim të dosjes. Shkak është bërë bojkoti i seancave gjyqësore nga avokatët pas arrestimit të avokatit William Bajrami, i cili kërcënoi prokurorin Gjergj Ceka gjatë një seance në gjykatën e Elbasanit. Avokatët e Veliajt nuk u paraqitën për shkak të bojkotit, ndërsa në gjykatë shkoi vetëm biznesmeni Elman Abule, i marri pandehur në akuzën e pastrimit të parave. Avokati Bajrami kujtojmë se është liruar një ditë më parë, por bojkoti avokatëve duket se do të vijojë deri të premten siç ishte parashikuar. Edhe seancën e kaluar është shtyr për shkak të bojkotit të avokatëve pas vrasjes së gjyqtarit apelit Astrid Kalaja. Për dosjen Veliaj, përveç Erionit dhe bashortes së tij Ajola Xoxa, janë marrë të pandehur edhe 28 persona dhe shoqëri, përfshirësh deputeten socialiste Klotilda Bushka. Sipas dosjes hetimore të SPAK, Veliaj akuzohet se është përfshirë në 9 raste korrupsioni, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futje të sendeve të ndaluara në qeli. Edhe Xoxa përballet me akuza për korrupsion pasiv në 9 raste, gjithashtu në lidhje me subjekte tregtare dhe organizata jo fitimprurse. Ai akuzohet po ashtu edhe për pastrim parash, mosdeklarim pasurie dhe fshehje të ardhurave. Bushka akuzohet për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Veliaj po zhvillon edhe një betejë ligjore me qeverinë pasi u shkarkua nga posti i kryetarit të Bashkisë së Tiranës në 25 shtator, me vendim të Këshillit të Ministrave me argumentin se nuk ishte paraqitur në detyrë për më shumë se 3 muaj që nga arrestimi me 10 shkurt. Pak ditë më pas, Veliaj depozitoi ankimin në gjykatën kushtetuese, kurse kërkesa e cila pezulloi shkarkimin e tij dhe bllokoi zgjedhjet e parakohshme në Tiranë deri kur të shprehej gjykata më e lartë në vend. Një ditë më parë, apeli i gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar i ka rrëzuar kërkesën Veliajt për të shpallur si të pavlefshme hetimet paraprake të kryera nga SPAK.